si shqiptarët sfiduan ushtrinë fashiste italiane. 7 prill 1939, një ditë që ndryshoi përgjithmonë historinë e Shqipërisë. Ushtria e Mussolinit zbarkoi në brigje shqiptare me tanke, avion dhe mira ushtar, duke menduar se pushtimi do të ishte i shpejtë dhe pa rezistencë. Por ajo që ndodhi më pas ishte ndryshe. Në male, fshatra dhe qytete, shqiptarët nisën një luftë të ashpër kundër një fuqie shumë më të madhe. Me pak armë, por me njohje të terrenit, guxim dhe organizim, grupet e rezistencës filluan të godisnin bazat italiane dhe të dobësonin kontrollin e pushtuesit. Nga përplasjet në Pezë, Gjormë, Drashovicë dhe zona të tjera të Shqipërisë, rezistenca shqiptare u kthye nga një revoltë e vogël në një lëvizje që sfidoi një ushtri të fuqishme evropiane. Por si arritën shqiptarët të përballeshin me një perandori ushtarake? Cilat ishin strategjitë që i detyruan trupat italiane të tërhiqeshin? Dhe cilat betejë shënuan kthesën e madhe në luftën për çlirim? Kjo është historia e një përballje ku një vend i vogël luftoi kundër një fuqie të madhe dhe ndryshoi rrjedhën e historisë së tij. Pushtimi italian dhe fillimi i rezistencës shqiptare, 1939. Mëngjesi i 7 prillit 1939 solli një nga momentet më të vështira në historinë moderne të Shqipërisë. Para brigjeve shqiptare u shfaqën anijet luftarake italiane, ndërsa mira ushtar të ushtrisë së Benito Mussolinit nisën zbarkimin në Durrës, Vlorë, Shëngjin dhe Saran. Italia fashiste kishte përgatitur një pushtim të shpejtë. Ushtria italiane ishte shumë më e madhe, kishte tanke, avion dhe armatime moderne. Por ajo që nuk kishte parashikuar ishte rezistenca e shqiptarëve. Në Durrës, një nga përballjet më të njohura ndodhi kur forcat shqiptare u përpoqën të ndalonin zbarkimin italian. Mes tyre u dallua Mujo Ulçinaku, një ushtarak shqiptar që ra duke luftuar kundër pushtuesve. Rezistenca ishte e vogël përballë fuqisë italiane, por ajo tregoi se pushtimi nuk do të pranohej pa luftë. Pas pushtimit, Italia vendosi administratën e saj dhe nisi kontrollin e vendit. Por në shumë zona të Shqipërisë filluan të krijoheshin grupe të fshehta kundërshtimi. Malet dhe terreni i vështirë u kthyen në një avantazh për luftëtarët shqiptar, të cilët përdornin sulme të shpejta kundër forcave italiane. Në fillim, rezistenca ishte e shpërndar dhe pa një organizim të madh, por pak nga pak, pakënaqësia ndaj pushtimit u rrit. Të rinj, patriot dhe grupe të ndryshme politike nisën të bashkoheshin me një qëllim të vetëm: largimin e pushtuesit. Por lufta sapo kishte filluar. Në vitet që do të pasonin, rezistenca shqiptare do të kthehej në një lëvizje të organizuar dhe do të sillte disa nga përplasjet më të mëdha me ushtrinë fashiste italiane. Nga rezistenca e fshehtë te organizimi i luftës kundër Italisë fashiste, 1941-1942. Pas pushtimit të vitit 1939, Italia fashiste mendoi se kishte vendosur kontroll të plot mbi Shqipërinë, por nën sipërfaqe, pakënaqësia ndaj pushtuesit po rritej çdo ditë. Në qytete dhe fshatra filluan të krijoheshin celula të fshehta rezistence. Të rinj shqiptar shpërndanin materiale kundër fashizmit, organizonin protesta dhe përpiqeshin të dëmtonin strukturat e pushtuesit. Ndërsa Italia ishte e përfshirë në luftëra të mëdha në Evropë dhe Mesdhe, në Shqipëri rezistenca filloi të merrte një formë më të organizuar. Terreni malor i vendit u bë baza kryesore e luftëtarëve shqiptar, ku ata mund të lëviznin më lehtë dhe të shmangnin përplasjet e drejtpërdrejta me një ushtri më të fuqishme. Një moment i rëndësishëm ishte konferenca e Pezës në vitin 1942, ku u kërkua bashkimi i forcave shqiptare kundër pushtuesit. Kjo ngjarje shënoi një hap të madh drejt koordinimit të rezistencës. Nga grupe të vogla, lufta filloi të kthehej në një lëvizje më të gjerë. Sulmet kundër italianëve u shtuan. Priteshin autokolona, goditeshin postat ushtarake dhe ndërpritej furnizimi i trupave pushtuese. Por përballë shqiptarëve nuk ishte vetëm një ushtri e huaj. Italia fashiste kishte mijëra ushtar në territor, kishte polici, administrat dhe mjete të shumta ushtarake. Sfida ishte e madhe. A mund të mposhtej një fuqi e tillë nga një lëvizje rezistence me pak armë? Përgjigja do të vinte në betejat e vitit 1943, kur përplasjet mes forcave shqiptare dhe ushtrisë italiane do të arrinin kulmin. Betejat që tronditën ushtrinë italiane, 1943. Viti 1943
do të shënonte një kthes të madhe në luftën e shqiptarëve kundër pushtimit italian. Pas disa vitesh rezistence të shpërndar, forcat shqiptare tashmë ishin më të organizuara dhe më të gatshme për përballje të drejtpërdrejta. Një nga goditjet më të rëndësishme ndaj ushtrisë italiane ishte Betejë e Gjormit, në zonën e Vlorës. Në këtë përplasje, forcat e rezistencës shqiptare përdorën njohjen e terrenit dhe taktikat guerile për të sulmuar trupat italiane. Për italianët, kjo ishte një sinjal se kontrolli mbi Shqipërinë nuk ishte më i sigurt. Por goditjet vazhduan. Në Drashovic, një tjetër përballje e madhe tregoi fuqinë e organizimit të forcave shqiptare. Luftëtarët rrethuan pozicionet italiane dhe i detyruan trupat pushtuese të përballeshin me humbje të mëdha. Kapja e armëve dhe pajisjeve ushtarake pas këtyre luftimeve forcoi më tej rezistencën. Strategjia shqiptare ishte e thjeshtë, por efektive. Të mos përballeshin gjithmonë me ushtrinë italiane në fusha të hapura, por të përdornin sulme të shpejta, prita dhe goditje në pikat më të dobëta. Ndërkohë, situata ndërkombëtare po ndryshonte. Italia fashiste po pësonte humbje të mëdha në luftën e dytë botërore, dhe më 1943 regjimi i Mussolinit filloi të dobësohej. Në shtator të atij viti, Italia nënshkroi armëpushimi me aleatët, duke sjellë një ndryshim të madh edhe në Shqipëri. Por largimi i italianëve nuk do të sillte menjëherë paqe. Një tjetër fuqi pushtuese do të hynte në skenë dhe lufta do të merrte një drejtim të ri. Rënja e Italisë dhe fillimi i një betejë të re, 1943. Vjeshta e vitit 1943 solli një ndryshim të madh në fatin e Shqipërisë. Pas viteve të pushtimit, ushtria italiane po shembjej. Më 8 shtator 1943, Italia shpalli armëpushimin me aleatët dhe mijëra ushtar italian në Shqipëri mbetën pa një drejtim të qartë. Për një moment u krijua një boshllëk pushteti. Forcat shqiptare të rezistencës shfrytëzuan këtë situatë për të marrë kontrollin e disa zonave dhe për të zgjeruar ndikimin e tyre. Por lufta nuk kishte përfunduar. Në vend të italianëve, në Shqipëri hyn forcat gjermane naziste, të cilat kërkonin të merrnin kontrollin e territorit për shkak të rëndësisë strategjike të Ballkanit. Gjermanët ishin një kundërshtar edhe më i organizuar dhe më i armatosur. Ata sollën një ushtri të fuqishme, por përballë tyre tashmë ekzistonte një rezistencë shqiptare e forcuar nga vitet e luftës. Gjatë kësaj periudhe, luftëtarët shqiptar vazhduan sulmet ndaj forcave pushtuese. Ata godisnin rrugët e furnizimit, postat ushtarake dhe përpiqeshin të pengonin lëvizjet e ushtrisë gjermane. Një nga arsyet kryesore që rezistenca shqiptare arriti të mbjetonte ishte mbështetja nga terreni dhe rrjetet e krijuara gjatë viteve të mëparshme. Malet shqiptare u kthyen në pika strategjike ku forcat e rezistencës mund të organizoheshin dhe të përgatiteshin për betejat e ardhshme. Por pyetja më e madhe mbetej: a mund të çlirohej Shqipëria vetëm nga forcat e saj, përballë një ushtrie gjermane shumë më të fuqishme? Përgjigjja do të vinte në muajt e fundit të luftës, kur forcat shqiptare do të nisnin ofensivën përfundimtare për çlirimin e vendit. Ofensiva finale dhe çlirimi i Shqipërisë, 1944. Viti 1944 do të ishte vendimtar për fatin e Shqipërisë. Pas 5 vitesh pushtimi, vendi ndodhej në një situatë të vështirë, por forcat shqiptare të rezistencës tashmë ishin kthyer në një ushtri të organizuar. Gjatë verës së vitit 1944, forcat partizane nisën ofensiva të mëdha kundër trupave gjermane. Luftimet u zhvilluan në shumë zona të vendit, ndërsa objektivi kryesor ishte dobësimi i kontrollit gjerman dhe marrja e qyteteve strategjike. Një nga operacionet më të rëndësishme ishte operacioni i Dibrës dhe më pas luftimet për çlirimin e zonave të ndryshme të Shqipërisë. Forcat shqiptare përdorën të njëjtën strategji që kishte funksionuar më parë: njohjen e terrenit, lëvizjen e shpejtë dhe goditjet ndaj pikave të dobëta të armikut. Në vjeshtën e vitit 1944, trupat gjermane filluan të tërhiqeshin nga Ballkani, ndërsa situata e luftës në Evropë po ndryshonte me shpejtësi. Për Shqipërinë, ky ishte momenti për ofensivën përfundimtare. Më 29 nëntor 1944, Tirana u shpall e çliruar dhe Shqipëria doli nga pushtimi i huaj. Pas 5 vitesh lufte, vendi ishte përsëri nën kontrollin shqiptar, por fitoria kishte një kosto të madhe. Shumë shqiptar humbën jetën në betejat kundër pushtuesve, ndërsa vendi mbeti i dëmtuar ekonomikisht dhe i ndar politikisht.
Historia e rezistencës shqiptare gjatë luftës së dytë botërore mbetet një nga periudhat më të debatueshme dhe më të rëndësishme të historisë së vendit. Ajo tregon përballjen e një kombi të vogël me dy nga fuqitë më të mëdha ushtarake të kohës, Italinë fashiste dhe Gjermaninë naziste. Por pas çlirimit nisi një kapitull tjetër, një periudhë që do të ndryshonte përgjithmonë politikën, shoqërinë dhe jetën e shqiptarëve. Fundi i serisë. Si shqiptarët sfiduan fashizmin italian dhe pushtimet e luftës së dytë botërore.